Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahu xhaleshanuhu, i cili na ka drejtuar në këtë rrugë, në rrugë të drejtë, në rrugë të paqes, në rrugë të tolerancës, në rrugë e cila na shpjer për në xhenet. Paqja dhe shpëtimi Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, i cili me tërë mundën e tij dhe djersën e tij e derdhi vetëm për ta kryer emanetin që e ngarkoi Allahu xhaleshanuhu mbi supët e tij. Knasia dhe razia Allahu xhaleshanuhu qoftë edhe mbi shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që disa prej tyre flijuan jetën, e disa prej tyre tërë pasurinë vetëm për ta ngritur flamurin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Knasia dhe razia Allahu xhaleshanuhu qoftë edhe mbi të gjithë ata të cilët e nderojnë, e respektojnë fenë tonë, fe më e pastër, më e pranueshme tek Allahu xhaleshanuhu. Të nderuar vëllezër, ne jemi në mesin e muajit Ramazan, në muajin e rahmetit, në muajin e bereqetit, në muajin e mëshirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë pjesa 10 ditë që i parë i muajit Ramazan është rahmet, dhe ditë që i mesëm është magfiret, edhe 10 ditë që i funit është i të kanmi në nar, mburoj për zjarët xhenamit. Pra na jemi në mesin e muajit Ramazan, në pjesën kur është muslimani duhet më qenë aktiv me istighfar edhe tobe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur shumë dua të ndryshme. Mirë, po një dua na ka mësu që duhet me përdorur në çdo namaz. Edhe e ka lexu vet, e ka knu vet, për me ndëgju sahab, edhe mu përcjell gjenerat pas gjenerate. Aja doaja është Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nëse nalëm edhe kthyrëm këtë dua që këndojmë në çdo namaz, neve na duket e shkurt. E shkurt, 2-3 rreshta, një rresht i gjatë, u kry. Mirë, po në esencë ka kuptim shumë gjanë, sa që edhe më shënu libra rreth kësaj duaje. E për këtë arsye, pikërisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka vlerë atë shumë kjo dua, e ka përdorur pejgamberi alayhi salatu wasalam në çdo namaz. Në kuptimin e gjuhës shqipe, thot: o Zoti jon, na jep të mirat e kësaj bote edhe botës ardhme, edhe mbrona pi zjarrit xhenamit. O Zoti jon, fali mu, fali prindët e mi, edhe fali gjithë besimtarët në ditën kur të japim llogarin para Allahut xhaleshanuhu. Pikërisht kjo dua neve na vjen më shumëti mund muajin e mesit Ramazan. Mu mbrojt pi zjarrit xhenamit, mi fal gjithë besimtarët, mi shpëtu prindët tonë, mu na shpëtu neve, edhe mu na dhon të mirat e kësaj bote, edhe të botës ardhme. Nëse nalëm dhe analizojmë këtë dua në mënyrë sipërfaqësore, në fillim duas vrem se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lyp të mirat e kësaj bote. Mi u tregu njerëzve që nuk ja dojnë të mirën në Islamit, njerëz armiqve të fesë, se Allahu xhaleshanuhu e ka mësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mi u tregu njerëzve që të mirat e kësaj bote duhet mi kërku, jo me veç për atë dunja. Të mirat që na rrethojnë neve këto, Zoti ka kriju për neve, vëllazër. Duhet me shiju, duhet me prek, duhet me përjetu. Po mbi gjitha duhet me falendru Allahin që na ka qenë këto të mira.
Kur shtohen të mirat? Kur na falenderojmë Zotin. Kur hidhrohet Zoti me neve? Kur na e shijojmë të mirat, po se falenderojmë Zotin. Prandaj mos mendon dikush se muslimani mendon vetëm për atë dynjë. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lip të mirat e kësaj bote, edhe na i lipëm të mirat e kësaj bote, edhe i përjetojmë të mirat e kësaj bote. Allah i xhaleshanu e ka thënë në Kur'an pasurinë stolik kësaj dynjaje, edhe vladën e ka thënë stolik kësaj dynjaje. Atëherë na duhet edhe me shiu. Me njerë masoj për o Zot, na jap edhe të mirat e botës ardhme. Nuk ka kuptim më qenë këtë botë mirë, e në botën ardhme më qenë keq. Po duhet me rujt një bilancë, qysh na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na mi shiju të mirat e kësoj bote, por gjithmonë duke mendu se një ditë kena më shku në botën e ardhme, me përgatitet për botën e ardhme. Sa ma solidar, sa ma korrekt, sa ma i afer me miq, sa ma i dashur, sa ma i qetë, sa ma i rujtur në rrugën e Zotit, as ma mirë në dynje. Sa ma falenderus, që se Allah ta ka që pasurin, jep falenderan, edhe venin ati e ki të sigur. Mas këtë pët, o Zot edhe runa për zjarrit xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit shok, thot runu për zjarrit xhenemit edhe në qoftë sa është sa kokra e hurmes. Se me të vërtet zjarri xhenemit është shumë i dhëmshëm. Allah e inshallah na ruan për zjarrin e xhenemit. Prandaj muslimani ka detyrë që gjuha e muslimonit më kone angazhune gjithmonë duke thonë o Zot runa për zjarrin e xhenemit. E sidomos në muajin Ramazan, mesin e muajit Ramazan, ose në fundin e muajit Ramazan, i të kanë minë na, mburoj për zjarrin e xhenemit. Nga se Allah i xhaleshanu i ka hap dyert e xhenetit, i ka mbyr dyert e xhenemit, edhe pret për neve dua. A di kur Zoti është më i kënaqur me neve? Kur muslimani ngri durt edhe lut Zotin xhaleshanu. Nga se Zoti ka hap debat me muslimonin, ka thonë ud'uni astajib lakum. Thërën ju mua, unë i përgjigjem juve. Nuk ka kohë, nuk ka stin, nuk ka natën, ditën, në vështërsin, gëzim, një dhënim, ti lutë të Zotin xhaleshanu, Allah është shumë i kënaqur me ty ti kur e ngrit durt edhe e lut të Zotit mëshirë. Por në kundërtën është shumë i idhruar me muslimonin, kur muslimoni është koprat ndaj duave dhe nuk i ngrit durt me lut Zotin xhaleshanu. Nga se Allah e ka mëshirën e madhe. Doja është shtylla e fesë. Doja është debati, doja është dëshmia, doja është rahmeti, doja është sinceriteti, doja është afrimi me Zotin xhaleshanu. Namazi është doa. Atëherë pse na më kon kuprat edhe mos me lut Zotin xhaleshanu, më o Zot ana të mirë të kësaj bote, mbruna pi zjarrit të xhenemit, edhe më kërku te Allahu xhaleshanu, pa ndërmjetësues, pa intervenim, pa kohë caktuar, pa termin. Allah i xhaleshanu ka hap debat urna dhe kërka. O shumë i kënaqur me muslimanë. Vllazën edhe pejgambert janë lut. Pejgambert kanë pas e të kanë garantuar me xhenet. Po gjithmonë të lut kanë çaj. E kanë lut Zotin xhenet se është mëshirë. E kemi don e Musa alayhis salam kur e ishte do ikë pe Firaunit. E kemi don e Ibrahimit alayhis salam kur e hodhën në zjarr. E kemi doan e Yunusit alayhis salam kur ishte në barkun e peshkut. E kemi doan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ishte në garë Hira. Momentet më të vështira kanë lutur Zotin xhaleshanu, Allah i ka qenë shpëtimtar për ta. Pastaj ndopat Rabbana ighfirli. O Zot falë mua. Po automatikisht po lidhet me njerë. Nuk pelen muslimonin më kanë egoist, veç unë të jam i mirë, veç unë të jam xhenetli, veç unë të kam. Po hat me njerë mas doas, edhe fali prindë e mi, edhe fali krejt besimtar. Ku do të janë ata musliman fali? Nuk ka kuptim vllazën kur e shën njëri jetën mirë, e kojshia ti ose vllai ti jetën keq. Atë që ka thënë Hazreti Omeri radiallahu ta'ala anhu.
Thot një musliman I cili e ka barkun në gopur, edhe shtratën e mirë, edhe bjen më flajt. Bjen më flajt. Kojshia I ti ose vllai I ti ose dashamiri I ti vun për buk, për skamje. A di çka ka në zdemiri? Thot lecohet, le të bjen shahadet se ndoshta është pikpyetje imanit I tij. Muslimani nuk guxon vetëm më kon vetë mirëve. Punë më nuk më hongër mirë jam ra, a ka aja s'ka. Ja ti, çfarë imani ki ti? Çfarë sinceriteti ki te Zoti xhaleshanu? Çfarë përgjegjësi e jep Zoti ti nesër o vëlla? Po ti edhe për kojshin, edhe për vllahun, edhe për dashamirin ki përgjegjësi. Jo vetëm për vetveten tonë. E për këtë arsye, më njerë, mas lutjes tonë që Allah më na fal neve, më na dhon të mirat tona, të mirat që ka na rrethojnë, por më njerë thot edhe premtimi. Ulemaja ka thonë, pse të prind, aq shumë I ka ngrit Zoti xhaleshanu vllazën prind, Zoti me falendëru prindi. As pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kalon aty në shkollën e dytë. Prindin. Doja e prindit vllazën. Doja atij që bëhet pa drejta, edhe doja e mësafirit nuk kthehet mbrapsht. Kto ka garantuar Resulullah. Këto 3 do ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nuk kthehen mbrapsht. Nëse prindi lutet për ty mirë, mashallah. Edhe këtë dynjo kanë më kthyt mirat, po edhe në dynjon tjetër. Mos ama kes më lut keq. Po ka më përjetu edhe këtë dynjo, po ka më përjetu edhe dynjon e ardhshme. Kur është çështje të prindi vllazën, se mashallah këto 3. Inshallah gjithmonë I keni prind edhe se është një qeshme sevape. Kur të kish prindin gjallë, dije se ki një përparësi se Allah xhaleshanu po don më të nderu, edhe ki një qeshme të sevapet. Nën stop sikur ujin që shërben, çashtu ki sevapet që I merr pi prindin, nëse e kthyr, nëse nuk e kthyr, e ki qeshmen për të kësia. E kundërta. Prindin mbi gjitha. Një njeri I cili vllazë, pra po themi një 3, I cili nuk e respekton prindin, mos rri me të. As mos shoqëro me të, as mos u bë mik me të. Edhe rrugës dhe pash larkua rrugën. Se ai njeri është I mallkuar. Një njeri që nona dhe baba e kanë rritë, kanë majtë, kanë bë më fole, kanë bë më ngritë, më zhvilluar krejt, edhe ja kthen gjithë aty në të mira, ja kthen shpinën, ai nuk mundet më koni mirë për ty. Ai njeri I cili nuk ka falendërues për prindin, nuk mundet më konë për njerëz të mirë. Prandaj është detyrë mu largu sa më parë për atij njeri. Allah nuk mëshiron të. Ai është I mallkuar, ai është I dënuar. Mos u çudit kur për shembull filan politikoni ose filan njeri ose filan dikushi nuk bën për vend. Ti veç merr analizo që se ai njeri shiqo, çasti ka pa prindë vet, ai çfarë më menu për ty, më të udhëheq ose më kon drejtor ose deputet ose udhëheq ose diçka. S'mund më menuaj për ty mirë, kur nuk ka falendërues ndaj prindit të vëlla. Prandaj doja e prindit, respekti I prindit kanë rëndësi shumë në këtë botë. I lumi ai I cili e respekton edhe nderon. Vallahi nuk ka sevap më të madh. I ka thonë shpesh shku njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kategori ndryshme. E kanë vetë për një çështje, ja Rasulullah çish me fitu xhenetin. Pejgamberi gjithmonë ka kthyer njerin çka mundet ai për me fitu xhenetin. Si ka thonë për shembull të fukaras shkoj jap zeqat, se ka ditë që s'ka. Ose shko lufto kur ai s'ka shnet, s'ka fuqi. Ose këtyre prindin kurse ka prindin. Edhe shkon një njeri e pyet, I thot jap zeqat, shkon në xhenet. Po shkon një që nuk I kishte as fuqin, as pasunin, s'kishte element diçka. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ta I ki prind, po, sa të këtyrit prind kemi fituar xhenetin. Nuk I nevojë ti më shumë. Po pe këtyri thot këtyre prindin kemi fituar xhenetin I garantuar.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e hyp në hutbë ka qajt. Edhe shpesh e ka rrët gjoksin, ka thonë se devotshmëria është këtu. Kur e përmend prindi, ka qajt. Ka qajt se i ka ardhur lajmi se njeriu i cili nuk e respekton prindin, ai është i dënuar te Zoti xhaleshanu. Është marrë një shoqëri ka shnush, po themi shoqërinë tonë kosovare. Është marrë sot më një tërp është, më thonë se u braktis filan prindi. Është tërp në Ramazan mos me pas ti më bën 100 iftar aty e mos e pas prindin ul. Këqyre edhe imanin tënë, këqyre Ramazanin tënë, çka është në pyetje me ty. Është marrë, ti shkon furnizohesh me gjithat mirat që Zoti ti ka dhënë. Kurse prindi jot vun me nuk ka. Jetën në varfëri ose jetën në skamje ose jetën dikon. Jam linushëm, këqyre imanin. Nuk kanë rregull me ty. Njeri që i ka imanin nuk mundet me lën prindin ashtu. Njeri që i ka imanin e ka rahmetin ndaj prindit. Njeri që se ka imanin s'ka mëshirë, edhe nuk do të më çudit për ti. Pasandaj për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, edhe fali gjithë besimtarët kudo që janë. E kemi vëllazën obligim mu lut vllau për vllaun. E kemi obligim çdo namaz. Nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po çoni edhe i than çka po çoni Rasulullah, shok ja afru më. Tha po çoj për dashnit e mi. Tha po çena ku jeni Rasulullah, na jena dashnit tu, thotë jo jeni shokët e mi. Dashnit e mi janë ata të cilët nuk i njohin, nuk më njohin, as kanë folë me mu, as e din për mu, po gjithmonë më respektojnë, më nderojnë edhe bin salavate për mu. Na e nderojnë a pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na bim salavat, na lutëm për të. Kështu na ka mësuar feja jonë, mos më kanë egoizëm për veti. Shumë dohet më pikllu kur një dashamir e kin ki dynja, ose se kin rrugë drejtune, ose se ki me namaz, se ki me agjerim, se ki me diçka. Spaku e ki obligim mu munu, me drejtu, me ozu, se në ditën e gjykimit ko më të ka për kome, ti për dhe më hi në gjenetet, ti pëse së më ke kalëzu mu. Po hi në gjenetet, ja ka dole së më ke të regu ti mu. Nuk e ke shkërku obligimin që ke pasë supet tua, për më tërgu mu si vlla, si dashamir, si shok, si mik. Prandaj njerin që e dënë, gjithmonë këshillo. Që se dënë me zemër, këshillo. Se kështu na mëson feja. Nesër ka më qenë penges, në ditë gjykimit, penges e jute se ke najtë, ki kalu kohë me të, pëse se ki këshillu, pëse se ke mësu. Prandaj, vllazën për mos më zot më shumë, jena në muajin Ramazan, muajin e rahmetit, muajin e bereqetit. Mesin ku Zoti xhaleshanu ka kërku për neve që të bëjmë tobe istighfar. Sa dikush ka tobe, çka istighfar. Tobe, pendimi është kur një musliman e ka bërë një gabim edhe kërkon falje te Zoti xhaleshanu. Istighfari është kur muslimani ka harru që ka bërë gabime përpara, e kur thu astaghfirullah wa tubu ilej, Allah i xhaleshanu me mëshirën e vet na fal gjinoat që i dim e që nuk i dim. Inshallah Zoti xhaleshanu na fal, na jep të mirat e kësaj bote, botës arme edhe na mbron pi zjarrit xhenamit. Inshallah Zoti xhaleshanu na fal neve, prind ton, dashamir ton, edhe gjithë muslimanët që thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, inshallah Zoti xhaleshanu i fal, e në ditën e gjykimit na shpërblen me gradën më të lartë, firdesul ala. Wa qulu qawli hadha wastaghfiru lakum.